Sulmet e fundit mëngjesin e kësaj të hënë në lindjen e mesme e rritën menjëherë çmimin e naftës, duke kaluar pragun e $100 për fuqi për naftën Brent të Londrës, që shërben si pikë reference për çmimin e këtij produkti në tregje ndërkombëtare. Kjo rritje pritet të ketë sërish ndikime edhe në Shqipëri. Në qoftë se skenari i çmimeve të larta do të vazhdojë që të jetë për një kohë relativisht gjatë, pa diskutim që kjo do bëjë një kërcënim të ri për stabilitetin e çmimeve jo vetëm në Shqipëri, por besoj edhe në nivel të ekonomisë botërore. Fatkeqësisht do të përsëritet ndoshta një njëjti skenar siç ndodhi edhe në luftën në Ukrainë pranë vitit 2022 ku çmimi i naftës arriti më shumë se $110 për barrel, gjë që pati pasoja, do të thoja, shumë negative për ekonominë europiane në veçantë, por edhe për ekonominë e Shqipërisë. Ndërsa nafta po rritet, pothuajse çdo produkt apo shërbim në Shqipëri ndjek të njëjtën trajektore, duke rënduar buxhetet familjare. Nëse konfliktet në lindjen e mesme do të vazhdojnë të përshkatëzohen, ekonomia mund të përballet me një skenar të ngjashëm me atë të viteve më parë kur inflacioni në vend arriti rreth 8% gjatë luftës Rusi-Ukrainë. Ndërsa në rastin konkret, nëse, siç e thash edhe një herë, fenomeni do të jetë shumë i përkohshëm, atëherë skenari i niveleve tepër të larta të inflacionit, praktikisht edhe 10%, sepse ose për mallra të caktuara efekti ka qenë shumë i fortë, 20-25%. Por ky vetë një skenar mendoj jo shumë ose më themi shpresojmë që të mos jetë i materializueshëm, për arsye sepse siç e thash, ky është një shok i përkohshëm dhe varet nga fakti se sa do të zgjasë periudha e tensionit kryesisht në Hormuz, por edhe besoj edhe në gjithë lindjen e mesme. Në mbledhjen e ardhshme të Bankës së Shqipërisë pritet që një nga temat kryesore të diskutimit të jetë pikërisht ndikimi i zhvillimeve ndërkombëtare në inflacion dhe politikat që mund të ndërmerren për ta përballuar atë. Besoj që edhe në mbledhjen e ardhshme ne do të bëjmë një diskutim më të thelluar ndoshta sa i takon skenareve të mundshëm alternativ. Sidoqoftë, tani këto janë disa kërcënime që fatkeqësisht ekonomia i ka përballuar shumë gjatë viteve të fundit, një seri goditjesh negative, kështu që është fituar edhe një lloj eksperiencë, do thoja, në kuptimin e politikës monetare, por sidoqoftë, ajo që mbetet shqetësuese është që edhe kur kontrollohet inflacioni, fenomeni i rritjes së çmimeve vazhdon që të gryejë fuqinë blerëse qytetarëve dhe kjo besoj që është një shqetësim serioz, është afatgjatë. Sipas Institutit të Statistikave, norma e inflacionit për muajin e kaluar ishte 2.5%, duke qëndruar ende brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë. Megjithatë, marsi pritet të shërbejë si një pikë e rëndësishme matje për ecurinë e çmimeve, pasi tensionet në lindjen e mesme nisën pikërisht në fillim të këtij muaji.